Ne, më besoni, ne nuk po vëm asnjë lloj kusht për emër. Dakor? Jemi te parimi, shumë e rëndësishme te parimi. Emri është dytësor në këtë aspekt. Kemi dhënë dhe ide të tjera. Pra jeni të gatshëm ju që përveç këtij emri, nëse i plotson parimet edhe një kandidat tjetër? Absolutisht po. Për ne ka rëndësi parimi dhe ne nuk po vëm asnjë lloj kushti për emrin. Ne nuk po vëm kushte, do i qëndrojmë parimit për ne është shumë e rëndësishme. Negociatorët e Partisë Demokratike kanë rënë dakord që të jetë një përfaqësues i opozitës jashtë politike, të paktën në takimin që zhvilluar? Po respektohet ky parim, ndryshe ne nuk do ishim këtu. Është shumë e rëndësishme kjo gjë, sepse ne mendojmë që kjo është forma e vetme që mund të fitohet Tirana, pa sigurisht edhe me emrin me integritet të plot, i pashantazhueshëm, një model që është totalisht e kundërta e Manasteliut për të fituar Bashkinë e Tiranës. Zoti Kapria, mund ta jepni një profil të këtij emri që i keni dhënë sot negociatorëve? Po sa po thash, pra, një njeri profesionist, publik, njeri që i ka vërtet shanset dhe që është model tjetër. Nuk ka rëndësi, se gjinia ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Dëgjone. Nuk po vëm asnjë lloj kushti për emrin. Duhet i qëndrojmë parimit. Sa kohë që i qëndrojmë parimit për një kandidat jashtë partive politike, kam shtetin tonë. Faleminderit shumë, faleminderit.